Me lidhje live Ron Kastrati, psikologu jonë që ka kohë që si me dëgjuar. Ron, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, po ka shumë kohë, megjithëse unë ju ndjek vazhdimisht. Faleminderit na nderon shumë në fakt edhe me prezencën tënde. Pasën rrethin tonë një njeriu më kompetent për të shpjeguar edhe një herë se çfarë ndryshimesh hormonale që të njëjtat më pas çojnë edhe ndryshime psiqike përjeton një grua, sidomos pas lindjes. Më pas në shohim natyrisht raste dhe kemi parë gjithë jetën të braktisjes fëmijëve, por sido që është e rëndë dhe kjo pjesë është pak më e lehtë krahasuar me këto akte tjera brutale, pra të qash, ta mbytësh fëmijën, t'ua hedhësh kafshëve, kjo më pas që në një stat komplet tjetër rënë. Sigurisht, mendoj që ky është një akt që jo vetëm trondit gjithë opinionin publik, por që rrek një lidhje themelore mes marrëdhëniesh nën dhe fëmijë. Dhe që ta trajtojmë thellësisht këtë, duhet të jemi një djeni se çdo akt që trondit shoqërinë ka një histori kronologjike deri tek pasoja apo prodhimi i pasojës ose pasoja fatale, siç është rasti në fjalë. Hedhni vështrimi dhe analizoni me vëmendje. Ne po flasim për pasojën, por si është identifikuar ky rast? A është identifikuar me kohë problemi i saj psikologjik? A kanë familjet aftësi të dallojnë shenjat paralajmëruese? A ekziston stigma ndaj kërkimit të ndihmës psikologjike? Dhe apo bëhet mjaftueshëm mendoj për shëndetin mendor pas lindjes? Mos harroni, zakonisht depresionet e rënda pas lindjes ose psikozat pas lindjes ose çrregullimet e personalitetit me mungesë të theksuar empatie, traumat e pasgjidhura që nga fëmijëria, por edhe izolimi social dhe mungesa e mbështetjes emocionale, e aq më tepër akoma nëse thellohemi edhe në marrëdhëniet që kishte pasur gruaja me nënën e saj, jo vetëm me fëmijën, por me nënën e saj, çfarë trauma të hershme kishte përjetuar dhe e perceptonte maternitetin si humbje të lirisë apo si humbje të identitetit. Pra janë një sër konceptesh dhe ne duhet jemi të kujdesshëm kur identifikojmë një shkaktar të supozuar ose imagjinar, sepse këtu kemi një kombinim faktorësh. Prandaj, duhet ta kuptojmë se në qoftë se ne nuk gëzojmë mbështetje emocionale, profesionale dhe nuk kemi një kontroll të mirë emocional, atëherë janë shenjat paralajmëruese të cilat na forcojnë vetdijen tonë që ta kuptojmë se aty nuk është një lodhje e zakonshme e një nëne e cila po përballet apo po sfidohet me probleme emocionale pas lindjes. Prandaj, ju duhet të dini që tërheqja nga familja apo shoqëria, refuzimi i foshnjës ose mungesa e lidhjes me foshnjën, nga shenjat paraprake si ndjenja e inferioritetit ose ndjenjat e forta të dëshpërimit pas lindjes, ajo ndjenja e pafuqisë, pagjumësia e rëndë dhe frika e paranoja të cilat kanë karaktere dhe epizode të çuditshme të shfaqjes së tyre, atëherë mos e interpretoni si lodhje të zakonshme. Duhet të realizojmë vlerësimet profesionale në mënyrë që të parandalohen tragjeditë të tilla. Roni, po kthehemi edhe një herë tek ty për na bërë një koment përmbyllës tek Dafina dhe duhet t'i japim fund. Patjetër. Atëre, edhe për ndryshimet edhe për gjitha këto që folëm, një mesazh përmbyllës. Po, unë e di që nuk e kanë mundësinë gjithë njerëzit të jenë ekspert psikologjisë apo njohjes të psikanalizës ose të çështjeve teorike, praktike në lidhje me probleme të shëndetit mendor. Por njerëzit kanë mundësi të përvetsojnë një uri apo të mirë informohen në rrugë profesionale nga profesionistët dhe nga shumë teorician të kualifikuar për këto çështje serioze thelbësore të shoqërisë. Andaj, unë rekomandoj për familjen që këto raste duhet të monitorohet gjendja emocionale e nënës pas lindjes. Nuk duhet ta lënë nënën të izoluar për periudha të gjata. Nëse një nën qëndron e izoluar për periudha të gjata, situata është shumë serioze. Shikoni, nuk duhet që njerëzit të minimizojnë ankesat psikologjike. Pra, hajtë se kalon, është thjesht epizod i shkurtër dhe kalon. Jo. Këto nuk duhet të minimizohen këto ankesa psikologjike, specifikisht tek nënat pas lindjes. Dhe gjithashtu duhet të kërkojnë ndihmë profesionale nga institucionet përkatëse,
sepse aty vren ndryshimet drastike edhe në sjellje, edhe në çdo lloj ofrimi dhe shërbimi adekuat për nënat. Dhe në fund, duhet të krijohet një ambient i përshtatshëm, komod, empatik, ku të gjitha këto shqetësime dhe probleme duhet të diskutohen pa turp jona. Në momentin kur problemet dhe shqetësimet tona diskutohen pa turp, ne gjysmën e problemit e kemi zgjidhur. Po, faleminderit Roni shumë, dhe këtë po mundohem të arrim në fakt në trajtimin e këtyre temave. Faleminderit Ron, kënaqësi të kishim. Unë kam bërë, faleminderit.